Sokolaliti do të fokusohet më shumë në arsim. Kush i fiton zgjedhjet në komunën e Vitit sipas teje? Asi dia është garë shumë e ngushtë, nuk e di çfarë më thënë. Garë e ngushtë në mes kujt? Në mes 3 partive, LDK, PDK, VV. Nuk kam shumë informacion se nuk merren shumë me politikën. Gjithsesi e the garë e ngushtë që do të thotë do të ketë Vitia ballotazh. Po, mendoj që po, do të ketë. Mendon që po. Në rregull. Edhe fituesin sipas teje përcakton mandej kush me kë bë ballotazh. Po, politika mendoj se do të ketë më shumë parime, si duket ja kanë humbur parimet pak. Pse, në ç'kuptim? Po nuk ndjekin rrugën e profesionalizmit, ndjekin rrugën e votës, gjithsesi me odhë e vota. Gjitha partit? Të gjitha. Në rregull. Mendoj që politikus do të thot ai që din të drejton, jo gjithsesi të jetë. Ashtu. Diçka për kryetarin aktual Sokolaliti, çka i kishte thonë për Samir Osun? Qoftë lavdat, qoftë kritik. Ja, në gjëm. Sokolaliti do të fokusohet më shumë në arsim. Sepse duket E kalon mangu arsimin, nuk është nivelin më të mirë. Jo, nuk është nivelin më të mirë. Mendoj se ka shumë vend për të përmirësuar arsimin. Nivel Kosovës është dopt, po unë e flas për Viti. Sidomos në Viti. Po, nuk dallon shumë Viti api tjera. Mirë po, do të ketë strategji, do të evoluon sistemi arsimor. Ashtu, i ndërrum, faleminderit shumë, kënaqësi. Ju lutem, kënaqësia ishte imja.